Lagja Adem Voca në Mitrovicë është ndër më të mëdhat në këtë komunë dhe kryesisht e banuar nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Megjithatë, banorët e saj përballen me kushte të rënda jetese, varfëri, mungesë të punësimit, si dhe probleme me higjienën dhe sigurinë publike. Shumica e familjeve mbijetojnë vetëm me ndihma sociale, të cilat shpeshherë nuk mjaftojnë as për nevojat më bazike. Baba gjësh që lindëm këtu, me shtëpi me krejt. Po përpara kun ke ndryshe. Tash nuk është si përpara. Nuk është sikur baba gjësh që ka qenë përpara këtu lagja. Tash o krejt ndryshe. Kur të farseni, si avlen këtu mo, heqën Kosovë. Përpara Kosova ke ndryshe kun. Se tas për tash nuk ja vlen heqës pak. Unë me të kaldu vallojnë drejt, unë jetoj edhe mirë edhe kes, po si do mos në tonë me një social, këtë tonë mujnë jetoj. Me 100 euro s'munesh me jetu një muj dit, se të mija lypin. Si do mos tash e kom edhe një bep, 4 muj, pa pun, kërkas pënoj. Jem shku më në ku atje për pun. Ase thirëm, qysh, me ka 5 vite me prit me thirë, në orë me pënu. Përveç varfërisë, banorët shprehin shqetësime të mëdha për mungesën e sigurisë. Thonë se ndihen të pambrojtur dhe të harruar nga institucionet. Sulejman Bajrami dikur ka jetuar në Gjermani, por me kthimi në Kosovë, në lagjën Adem Voca, është ballafaquar me kushte të rënda ekonomike. Jetesa është shumë e dobët. Për popullin ashkali rom e tjerë, këtu është shumë rëndë. Se të edhe për tyme nuk është i punësun, shkojnë dalin me kolica, po me bicikleta, e mushin gajben, me lemenka, me mbeturina, për mbeturinave jetojnë, shumica, se nuk i kanë punësu njerëzit to, ato premtime që i kanë bu kur të kthejt popullin lagje, ato i ka quhera për ta. As intereson me mikqyr mi punësu për edika, nuk i punësojnë, po i kanë dopt punë të shumë. Edhe nuk është qaq let këtu me jetu. Këtu s'ka siguri ma shumë se 10%, 20%, derisa policia po arrin, veç problemat po ikin. Ata të cilë po bëjmë problema këtu në lagje, shembëll ka ndodhë, marim me ambulancën i athejnë gjamat shpesh. Se din as policia kush, as ata personat kush nuk i din. Këtu du të me ardhë sigurie. Grumbullimi i mbeturinave është një tjetër problem i përhershëm për banorët e kësaj lagjeje. Ata thonë se kanë pasur shumë biseda me komunën, por zgjidhjet konkrete kanë munguar. Kësaj lagje i nevojitet me bisedu me kryesort që pagesën me bo kantat, mi qitë paradere, me ditë kur vjen një personi me mbledh beturinat, e ju në trollën e ti tërkuje ty që i gjujnë beturinat, sa i rifi, ja kanë lëdzu shpin, i ka me të vendish qashtot, edhe i kanë drejt me bo paditje. Shtetit, që nuk vinë me marë kantat, se kjo mundësi egziston tër botën, veç të natë shtu, vinë pi qytetit, i gjujnë beturinat aty. Hajde dy qysh dimnit ka përcejmë. Qysh mja bo veres, vjen era, së mundën personat milion dritare të hapur, se është ere keqë për beturinave, edhe mundet me mu përfitu në ismundje e rondë. Pra, në të mire sa ma shpejt vesh, që pagesën e përmes socialit, si kurse për rrymë, si kurse për uj, ata pak me pagu. Që shtu t'i shkon t'i qysh ma mirë, ose muna me zjetë problemin edhe ma mirë, mja lecu këtyve që gjithë për majnim ledhjen këtu, për nuk ju në kërkon. Kantat i ka shkip, ato qato kanta për i marin, për gjujnë në asfalt, në betorinat. E tani kjere s'po munën me kalu. Bajrami jeton me një pension invalidor dhe përpiqet të mbajë familjen me të ardhurat që merr nga shitja e rrobave të përdorura.
jetoj me një penzion invalidor. Edhe me tesha t'jashti që shtot që vinë për pjacën, veri i paguj çdo herë taksin, për me mujt me gjallë me dalë me shit diçka. Shitjet madhe s'po ka, shka ku gjendjes situatës e këto, s'po ka shitje, populli po frigot me dalë për me ble diçka. Na kem qef lagjen me met, qështot qysh është. Shpijet e tona, që i kem trashikim për babgjyshit e gjyshes, na dojna mi majt të shpija, e jo mi shit, se me shpi nuk bot loj. Sipas zyrtarëve komunal, buxheti për komunitetet jo shumic është i kufizuar. Na si zyra komunale për këmë komunitete, i kemi një buxhet nuk është shumë i madh, po i kemi pej subvencione, do me thoi pej buxhetit e zyrës, 15.000 euro, me të cilën si mas kërkesa cila dalën banor komunitetit Rom dhe Ashkali, dikun 95%. Se kjo 15.000 euro, cila ta i kemi subvencione, kjo janë subvencione për krejt komunitete jo shumicë. Duke bazu me regulorja, cilat komunale për ndarja subvencione, e kërkesa cila dalën se veti pedin që i ka ma shumë, 95% e këta kërkesat vinë për i komunitetet Rom edhe Ashkali. Na me subvencione cila dalëm me pak ushqimore higjienike, cila është me vlerësi për 43 presje 90 euro për një familje. Na si komision dalën, verifikojmë këta kërkesa cilat e bojnë, po kërkesa duhet me pas do farë regulorja. Një banor cila për qes kërkesët e na duhet me për qet kërkesën me kopja letërnotimit, me kopja karteli social nëse keni, ose penzion invalidore, ose naj smute, ose naj dëshmit cila nuk është atë për me punu. Me qatë kërkes, na shumica 95% kërkesa i aprovojnë, e të nërsi i ndojmë ta ndihma. Ai shton se shumë nga banorët marrin ndihmë nga institucionet paralele dhe se shumica e shtëpive në lagje janë ndërtuar rreth 15 vjet më parë, kur ndodhi kthimi masiv i komuniteteve. Para 15 vjet, kur boksimi më i madh, se shumica jonë orë pej pjesën veriore, në për kompa ku ja jeton, ja kanë ofru 10 hektar tokës i ka dhënë komuna, e bëm me ndihma e ndërkombëtar u bë ndërtimi qatë lagjes me komplete infrastrukturë. Të na është problem se shumica për këtyre nuk kanë pas dëshmi për pronet e vetë. Komuna i ka dhënë tokën edhe u ndërtu jo shtëpia, jo në 6 banesa, jo banesa, në 6 ndërtesa kolektive, i 55 për këtyre familje cilët e ka pas dëshmi për pronë, komuna ja ka ndërtu shtëpi. Bas kërkesa cilat jo në ofru me kopje kartelit sociale, dikune 200 familja e marën ndihma sociale nga institucione Republikës Kosovës. Ato që duhet me cekë, pa tjetër, se shumica i marën ndihma sociale nga institucione paralele. Aktualisht, në Mitrovic janë 3 lagje ku jetojnë komunitetet jo shumic. Adenvoca me rreth 1100 banor, Tykoriku me rreth 60 familje dhe Ura e Gjakut me vetëm 15 familje. Por, për banorët e Adenvocës, sfida më e madhe mbetet një ardhme më e sigurt dhe një jetë më dinjitoze.